të zotrinj, jemi sot në Zero Fucks Given me një personazh që unë mendoj që është shumë i thellë dhe kaotik në vetveten e saj. Nuk e di të quat një të vogël. Kemi këtu Ina Kolçakun, edhe gjithashtu ta fusim edhe cukun këtu, se kemi edhe cukun bashkë me Inën. Ina, faleminderit që erdhe. Faleminderit shumë për ftesën, edhe shumë suksese. I love your podcast. Thank you. Nuk e di sa e ke ndjekur, po unë me thënë drejtën, do me thënë çfarë personazhesh kam marrë, jam përpjekur të marr njerëz që janë real. Të preferuarit e tu ke marr. Preferuarit jo domosdoshmëri, po njerëz që janë reale, kupton? Edhe I think you're one of them, so let's keep it real. Okay, do mundohemi. E para punës u bëko pa. Duhet me pina i gote, ta thash javën e kalume, po s'u bëre më gjallë, ka që pisha. E lieva. Je bërë si shqiptare. E lieva muhabetin. Ta kanë gjitë. Jo, do dalim. Duhet dalim, do ikim edhe naj ditë me naj klap, me naj gjë, jo vetëm kështu ato gotat tona me muhabete. Me shumë qef. Okej. Si ke qenë? Mirë, kaotike, si gjithmonë. Dualiste, si gjithandej, si gjithmonë. Okej. Si është në ditën, me qa po merresh, qa po bën, ku i ke objektivat? Në fakt... Na jep qik intel. Po, nuk e di nëse kam thënë ndonjëherë apo jo, po nuk besoj ta kem thënë. Zakonisht i gënjej njerëzit sikur jam shumë e zënë para dite, po në fakt flej gjumë. Okay. Jam kështu të luta, mund ta lejm mbas 12 se jam full. E bëjmë të gjithë këtë gjë, Kështu që, po nuk besoj ta kem thënë të kem dal kaq e pa fytyrë në vend tjetër. Po, filloj me këtë zgjivin tim shumë të avazht, vetëm në raste që mund të kem shumë ngarkesë që ti kem lënë punën ai shumë pa bërë, sa më duhet të kam faza gjatë vitit që duhet të çojmë që në 5. Kjo përpasoj e papërgjegjshmërisë time gjatë ditëve të tjera. Dhe patjetër gjithmonë shumë punë ndarë midis televizionit, marketingut, tani edhe botimit të fundit. Ndonjëherë dedikoj shumë kohë miqve, ndonjëherë jam në atë periudha që zhdukem se pikërisht se kam lënë shumë gjëra pa bërë, në kaos. Nuk është se e ke emocionale këtë pjesën, e ke thjesht se ke shumë gjëra për të bërë. Ose kam lënë shumë gjëra për të pa bërë, domethënë më ngelen shumë gjëra për të bërë, po zakonisht jo, emocionale jo, unë jam një njeri që kam 2 struktura. Pra, inën sociale që nuk mendon fare asgjë personale, nuk ka lidhje fare me inën personale, dhe kur shkoj në shtëpinë time, pastaj jam unë me gjërat e mia, kështu që nuk më interferojnë të 2 personazhet zakonisht. Okej. Edhe mundohem që nuk e hap luksin vetes që në një periudhë shumë të vështirë të jetës time të lë gjërat pa bërë. I cannot afford it në këtë pikë. Of course, normal. Një gocë independente, kështu që do. Një. S'kemi çfarë bëj. Po edhe fatmirësisht, Po të dyja, po kur je shumë e lodhur është fatkeqësisht që do të viktimizohesh pak, të mëshirosh veten tënde. Se patjetër gjitha këto janë faza që të gjithë i kalojnë. Gjithëve ju vjen keq për veten në një moment ose në një tjetër. Po e mendojnë që kjo gjëja, do të thënë puna, edhe pjesa librit, edhe puna në RTS që do e flasim pak më vonë. Mendon, të pëlqen kjo lloj jetese që ti ke këto gjërat e tua që merresh, apo do doje thjesht të rrije dhe të çohesh edhe mos merresh me asgjë? Në fakt unë jam njëri me pasione të mëdha. Okej. Dhe i kam dhënë luksin vetes që të bëj të gjitha pasionet e mia t'i kthej në punë. Duket shumë e bukur dhe kur fillon dhe kur e praktikon është e bukur, nuk po them që nuk është e bukur, por e gjithë kjo shpërndarje për të kënaqur, se është me bazë egoiste për të kënaqur të gjitha pasionet e mia, të fut pak në atë kaosit që ti dhe për të tjerë duket që po bën shumë gjëra që nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, pavarësisht që i bën mirë dhe ato janë pasionet e tua, bëhet ndonjëherë overwhelming, një mbingarkesë psikoemocionale që ti thua pse po bëj kaq shumë gjëra, pastaj kur unë heq ndonjë gjë më mungon. Kështu që për shembull nuk e negocioj fare teatrin. Këtë vit kam 3 shfaqje. Të bësh teatr do të thotë mos paguhesh mirë, do të thotë të bësh shumë ditë prova. Domethënë është e tmerrshme në aspektin logjistik dhe financiar.
Ama emocionin që unë marr para se të dalë në skenë nuk ma jep as paraja, as televizioni, as biznesi dhe as një gjë tjetër. Kështu që ja jap luksin vetes dhe për të bërë nga këto. Po për shkak i kesha te mia kur unë bëj teatr, thonë o zot filloi ajo faza që ti as nuk kapesh, as nuk del, as nuk krijesh, as nuk vishesh, jam në thënë nuk dua t'ja di për asgjë. Po duket pak e çuditshme pasaj që nga teatri kjo do të flasi për çështje sociale, për politikë ose do të bëj do të shesi libra, do të një mix shumë i madh që për disa njerëz është i çuditshëm. Kurse për mua është thjesht ndershmëria të jetuar të pasioneve të mia duke sakrifikuar pjesës nga të gjitha, por duke I bërë ndërkohë dhe të gjitha njëkohësisht. Po si e shpjegon faktin ti që je kaq diverse si individ? Mendon që çdo person është kështu apo të ndodhi ty diçka ose një impakt nga familja ose diçka që ty të bëri kaq të përfshirë në gjithë këto fusha? Unë mendoj që të gjithë janë kështu, por jo të gjithë ndalojnë një moment dhe të thonë cili është pasioni im ose çfarë mua më bën të ndjej dhe të ndihem gjallë dhe se si unë këtë gjë mund ta përkthej dhe në një gjë që është fitimprur, se tani nuk po them në një çmenduri që do të bëj milionere, po që të paktën ndërkohë që ti e bën atë mund të fitosh edhe para për të mbijetuar në këtë jetë, në këtë botë materiale, pavarësisht që ato gjërat mund t'i përkasin të gjitha artit apo misioneve shumë të mëdha të tuat që nuk kanë lidhje me aspektin financiar, po kur ti kthehesh në realitet, fatkeqësisht ti duhet të jetosh në realitetin që jeton. Dhe mua më është dashur që të pranoj që duhet të përshtatem në një botë materiale, duhet të jetoj si një njeri normal në këtë botën materiale dhe mund të bëj ç'të dua pastaj me të brendshmën time, pasionin tim, në një moment ku njerëzit nuk e shohin ose më saktë nuk e kuptojnë që unë ndërkohë po jetoj një orgazm shumë të madh pasioni përpos gjithë punëve që po bëj. Po mendon për shkakun që njeriu ose ti ndoshta ka vetëm një pasion apo mendon që është diçka që ndryshon me vite ose me kohë ose mendoj që ka shumë pasione, mendoj që pasionet ndryshojnë me mënyrën se si ti rafinohesh, se si ti percepton. Unë për shkakun natyrën e kam shijuar shumë vonë dhe nuk e kuptoja njerëzit që ju pëlqente natyra. Dhe ka qenë një moment iluminimi që mua më pëlqen natyra dhe ishte edhe shokuese, se kam qenë gjithmonë në gocë qyteti, doja që dhe kur udhtoja zgjidhja qytet. Jam në fazën që ke qenë ti, jam unë tani. Po, është normale me moshën që ke. Pastaj pa pritur me plakjen. Kur shkova 27-28, po më fillonin po më shndroheshin ato, por pasioni ngelet, po. Por pasioni ngelet njësoj. Do të thënë ashtu siç kam dashuruar qytetin, me të njëjtin pasion tani dashuroj natyrën. Por nuk jam nga këto që merr kampin në krah dhe kuptoj. Jo, s'të pres deri aty. Do doja shumë të isha, po jam pak, më pëlqen shumë komoditeti dhe nuk bëj kompromis me komoditetin fizik. A lidh se muhabet, un kam pyetje këtu, po muhabetin si muhabetin edhe kam qenë. Po I kam sa duan sa edhe për bazë, po. A mendon se lidhet pasioni edhe me qëllimin e njeriu në jetë apo si lidh këto të dyja bashkë? Po dëgjoj, qëllimi më I madh në jetë, unë mendoj që është vdekja. Pra ne jetojmë gjatë gjithë kohës duke ditur që ne do të vdesim. Dhe gjatë gjithë kohës ne marrim vendime që nëse do t'i thjeshtonim pse I bëjmë veprimet që bëjmë ose ankthi ose tjerë, do dilte që gjëja e madhe është frika nga vdekja. Dhe jemi gjithë kohës në funksion të saj. Në momentin që ti zgjedh të përballesh dhe pranosh faktin që ti do të vdesësh një ditë, çdo qëllim është I zhvlerësuar sepse çdo gjë bëhet e përkohshme. Dhe unë për shembull nuk jam marrë kurrë me parti politike, me organizata të mëdha apo me gjëra, sepse unë nuk e shoh dot një qëllim të përhershëm përveç vdekjes. Pra unë nuk mendoj që ka një pushtet të përhershëm. Pra ti sot mund të jesh kryeministri I Shqipërisë dhe nesër për një arsye dhe për një tjetër ti nuk ke asgjë dhe pushteti jot është zero. Pra perceptimi që unë kam për pushtetin është gjëja më e përkohshme që mund të ekzistojë, po kjo do pak të përballesh me veten dhe ti thuash vetes që ti je vdekatar dhe nuk je aq I veçantë sa ti mendon. Pra finale ne dhe finale ne kemi të njëjtë. Pra ti mundesh vetëm të jetosh me qëllime të vogla që ty të japin çaste të lumtura, të bëjnë të ndihesh mirë dhe të dedikohesh te familja, te të dashurit, te shoqëria dhe te gjithë njerëzit që janë element jetës tënde që shkojnë në funksion të kënaqësive të tua seksuale, egoiste,
personale, fizike etj. Dhe ti kaq mund të bësh në këtë botë, ti nuk mund të shkosh përtej e përjetshmja nuk ekziston. Dhe pastaj kur ti e kupton që qëllimi final është vdekja dhe ne do vdesim të gjithë dhe nuk e di askush kur dhe paçim jetë të gjatë, atëherë është pak e vështirë që ti jetosh për një qëllim të madh, sepse i bie që ti patjetër do të lësh një gjurmë që unë nuk kam dashur kurrë, nuk ka qenë kurrë qëllimi im, edhe pse jam edukuar që duhet të lësh një gjurmë, duhet të bëjnë boostin, whatever. Dhe shkënaqësi do t'i merrja unë boostit tim nëse do kisha vdekur. Pra kjo frikë nga vdekja për të lënë gjurmë, unë refuzoj që të jetë pjesë e jetës time, kështu që prandaj unë nuk është se kam qëllime të mëdha, thjesht i vetmi qëllim që kam në jetën time është të jem e lumtur për momentin. Po, pse më duket sikur po e trajton, ndoshta perceptova gabim, po më duket sikur po e trajton pak vdekjen sikur është një fund i çdo gjëje. Se këtu futemi pastaj te mendimet individuale, se fakte nuk kemi, po që unë e trajtoj si fund, po dhe gjithë teoritë e tjera të rimishërimit, ti nuk mban mend më asgjë, pra shpirti jot mund të rimishërohet nëse do t'i hynim teorive konspirative. Por nuk janë kujtimet e tua, nuk është më familja jote, nuk është më kafsha jote shtëpiake. Kështu që si është kjo who gives a fuck? Who gives a fuck? Who gives a fuck nëse ti rikthesh në një trup, në një kujtim tjetër apo me një mendje tjetër. Unë po flas për çfarë unë mbaj mend të perceptoj. Pastaj nëse do flisnim në aspektin teologjik të parajsës, sferit, purgatorit, Danteve, Krishtërinë etj. Këto janë shumë se mund të flasim për këtë. Po dhe nëse do futeshim në këto, punë e madhe po i pash të gjithë nga lart, unë mendoj që dhe atje lart do ndërtoja komunitetin tim gjatë e mirë për të vazhdoja jetën time. Po varet, atje mund të kishte mbledhje mollësh, ku ti unë gjarë prinsh. Nëse do jem në ferr do jetë shumë bab. Kështu varet ku do caktohem, po prap këtë gjë nuk kjo gjë mbaron këtu, e kupton. Ne kuptoj. Kështu që këtu unë du maksimumin e parajsës dhe shpirti im tjetër, nëse kthehet besoj që do ketë të njëjtën, se kjo është e gjitha shpirtërore, do ketë të njëjtën grind për të marrë maksimumin e jetës që vjen. Po, mendoj që po jep maksimumin aktualisht në këtë fazë të jetës që je? Për vete po. Për veten. Mbase për tjerët. Se mendoj që po ja dhe vetes do përhapet edhe. Në sensin mbase për të tjerët lidhur me pasionet e mia, jo. Pra mbase jo për gjitha pasionet e mia un po jap maksimumin tim sepse s'kam si ta jap, sepse nuk jam aq e fokusuar duke punuar aq shumë për një qëllim etj. Po për veten time un jap gjithmonë maksimumin. Egoiste, ne jemi egoist, ama kam shumë vite rëne që kthehem në shtëpi duke buzëqeshur. Edhe kur ndodh budalliku më i madh dhe është një dramë për të zgjidhur, kur shkoj në shtëpi qesh se mos sot kjo jeta ime. Dhe e dashuroj jetën, kështu që thelbi. Ke shumë drama në jetë? Se mua më dukesh nuk e di, se ne nuk është se kemi dalë shumë, po normalisht njeriu e krijon një përshtypje për atë që ka përballë. Edhe unë për shembull si individ kam të më takoj çdo 2 ditë, kam gjëra për të ndodhin gjëra. Ose ndoshta i fiksoj unë, nuk e di. Edhe ti më dukesh njësoj, më dukesh sikur ke domethënë shumë gjëra që të ndodhin në jetë, nuk ke atë jetën bazike që po takoj këta njerëzit që janë boring, do bëj një muhabet boring, si i hekurose ti perde, e këtë rasisht nuk më dukesh fare kështu. Kam një periudhë kështu kur fillon klikoja që dua të bëj klikon. Okej. Po zgjat shumë pak. Në fakt kam gjëra, kam drama çdo ditë, por kam 2 mënyra se si zgjidh. Një kam një indiferencë të lindur që ka lindur me mua. E ke. Po. E kam shumë të fortë. Kështu që kur ndodh drama, njerëzit më shohin mua dhe pse nuk po përjeton kjo dramën. Ndërkohë unë kam mënyrën time të përjetimit, por asnjë gjë nuk ka qenë mjaftueshëm për mua sa të më shqetësoj apo të më vë në dyshim veprimin që unë kam bërë, apo të them mos bëra unë gabim, unë e kthej nga vetja, shoh që prit çfarë ndodhi, por me eksperiencën kam kuptuar që tani kam automatike që unë mendoj që i bëj gjërat siç duhen sipas perceptimit tim, se njerëzit ne na shohin ndryshe. Kështu që më ndodhi shumë drama, por i përjetoj shumë lehtë. Do të thënë bizotëron ai indiferentizmi, po për të rrëfyer mund ta rrëfej, dhe kur e rrëfej nuk e rrëfej me tone shumë dramatike. Kurse lajmet e mira i përjetoj shumë keq.
Pse? Qaj, do të E ke kështu emocionale. Kur ndodhi problem, them ok, ndodhi problemi më i madh, më funksionon direkt truri si do ta zgjidh, cilat janë hapat. Edhe mundojmë ta zgjidh sa më shpejt. Kur më ndodh një gjë e mirë, për shembull më lindi motra dhe u bëra me nip. Urima. Lindi nipi im që nga lajmi, që u detyrua ai me motor që ishte 7 zënë të më qetësonte mua në shtëpinë time, se po qaja unë. Me lindjen me gjitha, unë jam bëhem shumë emocionale për lajmet e mira. Mendon që ke pasur jetën pak të vështirë që je ndërtuar në këtë lloj mënyre që për shembull sa ke një problem fillon edhe do të ta zgjidhësh, nuk e një stop që ok, unë nuk di ç'a të bëj me këtë, se përgjithsisht njerëzit që s'kan kaluar shumë gjëra janë këta që shokohen dhe nuk dinë se si t'i japin drejtim. Mendoj që në Shqipëri të gjithë kanë pas jetën të vështirë dhe personalisht nuk i respektoj fare njerëzit që e tregojnë historinë e tyre duke përfshirë dhe njerëz të tjerë. Sepse mendoj që ato që janë personazh negativ të historisë tonë, nëse do t'i quajmë në mënyrë figurative, gjithashtu dhe ne jemi personazh negativ të historisë së tyre dhe ne mund të rrëfejmë vetëm perceptimin ton për ngjarjen apo rrëfimin ton për ngjarjen. Dhe unë nuk do ta tregoj kurrë historinë e jetës time, sepse e para nuk do ndihesha mirë që të përfshija njerëz të tjerë, pra kam këtë ndërgjegjjen dhe përgjegjësinë sociale të gjërave që ngelen intime dhe ngelen personale që nuk ka nevojë të bëhen publike, sepse pastaj nuk kemi ndryshim nga kafshët, pra ne kemi gjëra personale. Dhe dyta, unë jam viktime shumë momenteve të jetës time, por të jesh viktim, ashtu siç të gjithë ne jemi viktime shumë momenteve dhe të viktimizohesh dhe ta shysësh veten në atë të qenurit viktim i bën përbindçat e tu që të fitojnë. Dhe unë kam vendosur që përbindçat e mi t'i lë të lirë, të pranoj që jam viktime shumë situatave dhe të punoj që ose këto situata mos të përsëriten, ose unë nëse do isha në pozicion e këtyre njerëzve mos të bëj të njëjtën gjë që më kanë bërë. Do të kam vendosur që ta zgjidh pak më ndryshe. Pastaj pjesën e zgjidhjes së problemeve është edhe nga fakti që unë kam dalë shumë herë të jetoj vetëm, jam mësuar që të zgjidh. Prindrit e mi janë ndarë kur unë kam qenë 16 vjeç, 18 unë kam qenë edhe kam qenë vetëm, pa kohë jetova me mamin, mami pastaj gjeti partnerin e saj dhe pastaj unë kam qenë vetëm me motrat e mia, po në pozicion drejtues si motra e madhe. Kështu që gjithmonë më dash me mamin kur kemi qenë periudhën vetëm, kemi qenë një. Pra ishte zgjidhje problemesh, nuk ishte mami vajza edhe unë të prisja që ta zgjidhte i më. Kështu që unë jam mësuar me këtë strukturën e të zgjidhurit probleme dhe më jep një problem, unë jam shumë e lumtur. Thuaj kam një hall, unë dua të ta zgjidh ty që mund të mos kem asnjë lloj lidhje me hallin tënd. Kështu që e kam më kollaj atë pjesën e të zgjidhurit të një problemi. Po ti ke mbaruar për psikologjia apo jo? Ka të bëjë kjo pjesa e psikologjisë me faktin që je prirur ti mbash të gjërat intime dhe që ti thon njerëzit për veten tënde dhe mos ti ndash, se me sa di unë atje ta japin ta imponojnë në një farë lloj mënyre që këtë pjesën e konfidencialitetit. Jo, kjo s'ka lidhje, ajo është kur ti, më thënë, marrëdhënia me psikologun është brenda etikës dhe fatkeqësisht në Shqipëri kur kam dëgjuar shumë histori që terapistët e vet nuk kanë lidhje fare me etikën profesionale, gjë që më trishton, sepse unë do jem gjithmonë tim psikologjia, tim terapia, dhe pretendoj që gjëja të jetë perfekt, aq sa mund të jetë perfekt. Kjo nuk ka lidhje me këtë, kjo ka lidhje me një analizë time personale dhe me faktin e të perceptuar të vetes time jo aq të madhe. Pra ka gjëra më të mëdha se unë në këtë botë. Ndoshta duke e shtypur pak atë egocentrizmin personal dhe jo çdo gjë ka lidhje me mua dhe jo çdo gjë bëhet për të më bërë mua keq dhe jo çdo gjë bëhet për të më bërë mua mirë. Pra there are bigger things dhe daljet e mia televizive apo qëndrimet e mia nuk kanë lidhje me mua, kanë lidhje me gjëra më të mëdha se unë dhe nuk e bëj unë për veten time se unë jam kështu, se unë do ta bëja kështu. Jo, kjo botë është më madhe se unë dhe kjo gjë mua nuk më intimidon. Pra nëse unë mund të ofroj diçka që është më madhe se unë për njerëzit mirë, nuk jam e detyruar, nëse jo, nuk kam se ta bëj të gjithë gjërat për veten time. Se Renea ma bëri mua këtë pyetjen me tendencë, se ky ma mori projektin me tendencë, se mua më urrejnë të gjithë, se mua më xhelozojnë të gjithë, nuk i kam pas kur këto mendime.
nuk do t'i kem kurrë dhe mundohem edhe me miq dhe mikesha të mi nëse shoh që kanë një tendencë t'i ftilloj që qetësohu se edhe ne të tjerët nuk jemi keqë po. Secili do gjejë vendin e vet. Nuk e kam personale, domethënë në përgjithësi njerëzit mendoj, gjithë po përpiqen të mbijetojnë në një farë mënyre. Por e kanë detyrë personale që të trajtojnë absolutisht veten e tyre, ta kenë gjanë veten e tyre, se kjo në fund ditës në thelb është dashuri për veten. Është mos i shtosh vetes ankthe, strese, presione që më shumë nuk ekzistojnë dhe janë iracionale se sa ekzistojnë. Patjetër që gjithë kanë sulme dhe armiq. Por nëse ti e trajton çështjen që sikur të gjithë janë armiqtë e tu, atëherë këtu kemi një problem. Dhe ti nëse ushqen këtë gjë, këtu ke një problem dhe më të madh, që as armiku nuk e identifikon dot dhe humbet të gjithë miqt. Kështu që prandaj kjo balanca është e mirë vetëm për vetë, dhe gjitha këto që them unë, patjetër janë vetëm në shërbim të mirës time, nuk është se po bëj si filozofe madhe se. Në terapist të shkon? Unë nuk shkoj dot. Arsye? Sepse ose do jenë kolegët e mi, ose do jenë pedagog të mi, ka një limit kohor që për momentin nuk shkoj dot, që duhet presin, sepse unë kthehem për doktoraturë, biti kem pra pedagog, ato që vlerësoj. Unë jam kundër një terapisti të huaj, sepse gjë më e rëndësishme në terapi është kultura. Kultura ku ne rritemi, dhimbjet që ne kemi si pasojë mentalitetit dhe kulturës. Ndoshta disa thonë po të gjesh një nga Ballkani se janë mentaliteti njësoj. Unë nuk besoj në këtë gjë fatkeqësisht. Unë besoj në terapist vendas, pra nëse unë jam angleze, shkoj në Angli në terapi, nëse unë jam shqiptare, shkoj në Shqipëri në terapi. Nuk besoj shumë në terapi online. Besoj shumë në marrëdhënien e besimit që ndërtohet me terapisten. Besoj shumë në kohën që ajo kërkon, prandaj vajzave i them që mos shkoni në terapi dhe të thoni nuk funksionoj me 1 ose 2 seanca, sepse është një proces shumë i gjatë besimi që duhet të ndërtohet, por unë nëse ka një gjë që besoj mbi gjitha këto është që besoj në shkencën e psikologjisë, me gjithë shpirt, me gjithë mendje, me gjithë zemër, dhe jam shumë passionate about it. Po asnjëherë nuk e qenë asnjëherë domethënë një terapist. Jo. As tani as më përpara. Tani kemi bërë ushtrime të vogla gjëra, po jo në një terapi të mirë fillt, jo. Po do dohet shkoja? Shumë, po. Okej. Do bësh ti terapist. Këtë libër. S'kemi harru mikrofona. Unë të na morën vesh hallet. Tu i përdor për clickbait. Po, do klikosh shumë. Pa fund. Për këtë librin e ke bërë në një farë lloj është self-help book apo jo? Ose self-help ndoshta jo, ose ti e futur çika ty si përbindesh e vogël kështu, po self-help basically. Unë fakt librin ta kam sjell, po ta jap me këshill të Julia Iliriani që dhe mund ta votoni se kandidon tani. Librin ta kam sjell, dua shumë që ta përdorësh. Këtë pjesën e personave që i dhuroj librat e kam lënë me shumë ndjeshmëri. Dhe kur të vija te ty thash, Renea e di që do ta plotësoj. Jo se mendoj që ti je një flutur që mezi po pret të lulëzoj po. Të shkruash. Por e di shumë mirë që ti ke një dimension shumë të madh reflektiv brenda teje, që bën atë mënyrën tënde, ajo gjë nuk ka nevojë të jetë organizuar, por nga bisedat tona aq herë sa jemi takuar, kam kuptuar që ti je njëri që reflekton shumë përpos personazhit moskokçarës, dhe nuk do të thotë që ti s'mund të jesh moskokçarëse në nivel social dhe të mos kesh reflektimin e brendshëm. Dhe jam bërë shumë fanatike në fakt sepse durova 1-2 libra kështu si me adet, dhe nuk më ikte nga mendja tërë natën se si këto persona nuk do ta përdornin fare. Me adet është me detyrim apo për çfarë? Po, se ke nxjerr librin, ndihesh keq, librat janë aty dhe ti thua po ta jap një etj. Dhe do më pëlqente shumë që njerëzit që doja u jap unë personalisht paktën, vërtet ta di që do ta përdorin të gjë. Sepse përveç se kjo gjëja mua më ka marrë 2 vjet nga jeta ime, duke parë mbledhur pyetje nga formular vlerësim psikologjik, përpunuar, kthyer, konsultuar me psikolog etj. Është është një gjë që unë e besoj. Pra unë e besoj atë që ky produkt sjell, e besoj sepse kam mbështetur gjithë rrugtimin e reflektimit tim aty. E kam darë në familje, miqësi, partner dhe dashurim për veten, që mendoj që janë 4 shtyllat më të rëndësishme të jetës tonë. Dhe kam, përveç të pyetjeve ku ti ke të drejtë ankohesh,
për gjërat që të ndodhin. Ke dhe sektorin që bën me culpa. Pra çfarë mund të bëj ti më mirë në marrëdhënie me këto njerëz. Pra ky nuk është një ditar që ty të bën të jesh viktima e gjithë historisë, ose të të akuzoj që është faji yt, por është një ditar që mendoj që të jep një lloj balance dhe të në fund të kthen dhe nga vetja jote, po unë çfarë mund të bëja më mirë. Kështu që unë dua shumë që ta plotësosh dhe do doja shumë një feedback, sepse di që ti je sinqert edhe mund të rri rahat me feedback që det shumë real. Dhe uroj që nëse unë detoja në një botë perfekte, unë nuk do ta shisja fare ditarin. Okay. Dhe më ka ndodhur shumë herë që në njerëz që kam takuar rastësisht, nga biseda që kam bërë, thjesht kam nxjerr nga një ditar nga çanta dhe kam në ëndrat e mia. Unë do t'i identifikoja vetë të gjithë këto njerëzit dhe do ja jepja vetë ditarin, pra në njerëz që unë do ta ndija që ti ishte e nevojshme. Kështu që Soli se na more. Na u dogj. Solidarizohet me mua deri në fund. Po. Kështu që unë besoj shumë në këtë produkt, do ketë produkte të tjera që do jenë po aq ndihmues. Dhe e marr shumë personale, e blejnë apo jo, sepse më duket sikur më konfirmojnë mua apo jo. Po punoj shumë që ta ndaj veten në këtë gjë. Nuk është e shëndetshme, por sapo ka dalë. Po, it's okay. Është normale, por jo e shëndetshme. Okay. You'll get there. Po çfarë pret ti, domethënë pasi njerëzit ta plotësojnë edhe bëjnë gjithë të, çfarë pret që ata të kenë me veten e tyre, që të ndjen diçka ose të kenë dalë një konkluzion ose unë pres që ne edhe pak fillojmë shpërndajmë faqe ditar që na e kanë dërguar njerëzit që i kanë bler, sepse gjatë gjithë kohës më thonë, më pyesin. E kam parë ato që Një pyetje për shembull shumë e mirë ishte një grua që ishte kishte krijuar familjen e saj, më pyet që pse te pyetjet e familjes unë shkruajta për familjen ku kam lindur, për mamin dhe për babin. Pa tjetër qëllimi edhe që nga vizatimet, që nga dizajni, qëllimi i madh është që kjo të kaloj ty në fëmirin tënd dhe ti të zgjidhësh problemet individuale. Pra nuk ka pyetje që për një grua me fëmijë për fëmijët e saj, apo është shumë personal. Dhe unë jam shumë e lumtur sepse thellë kisha të krenarin që o zot funksionoi. Po ndodh kjo gjë. Me babin, me mamin do merresh, edhe pse je martuar, sepse mund të jesh dhe gjyshe, pra problemin me mamin dhe me babin tënd nuk e ke më. Dhe ajo që do doja finalen e madhe të kësaj, përveç aktiviteteve të vogla që ne do bëjmë për të lexuar të njëjtën faqe të ditarit, ku të gjithë mund të kuptojnë që ne kemi të njëjta probleme në fund të njëjtat probleme në fund të ditës, dua që të gjejnë veten dhe njerëzit të ndihen më pak vetëm dhe të normalizojnë problemet dhe mendimet e tyre, sepse nuk ka asnjë gjë anormale për të fshehur mënyrën se si ne ndihemi. Dhe slogani për binçat e mi kanë për binçat e tyre është vetëm për këtë që ne kemi për binçat tanë, në historinë tonë, ama dhe për binçat tanë që mund të jetë një përdorues tjetër që ku ti je për binçë historisë, kanë për binçat e tyre. Unë kam bërë, domethënë, edhe për shembull në marrëdhëniet që kam qenë, se kam qenë gjithmonë kështu më përpara që ka i fajin, ajo është kafshë, kupton, dhe pastaj duke u rritur edhe duke kuptuar që dhe unë kam pasur sjellje pa vetdije që nuk kanë qenë sakta nga ana ime, që ndoshta e kanë shtyr edhe atë. Mendoj që mund të jetë gjithmonë dikush i pari që e nxit atë gjën. Nuk e di të faktuar, thjesht me çka kam menduar se si kanë vajtur ngjarjet. Po duhet edhe shumë kontroll emocional, mendoj që të dish ku të ndalosh edhe ti, edhe ku të vazhdosh, edhe çfarë po bën edhe ti, se mendoj që njerëzit përgjithsisht veprojnë edhe pa u menduar fare, thjesht si u vjen ajo ndjesia e parë dhe thonë okay, bam, sidomos në Shqipëri, domethënë. Po që mua më bëhet qefi që ke bërë këtë librin, edhe shpresoj që njerëzit të jenë të aftë të përgjigjen, sepse më duket sikur janë shumë të ndrydhur këtu. Të jenë të ndershëm me veten për të përgjigj, kjo është më e rëndësishme, vetëm ndershmëri. Shumë të ndrydhur, edhe po ndoshta ky është hapi i parë për ti. Këto janë dhe ndjenjat e fajit të turpit të instaluara që në fëmijëri. Po. Për shembull, kam folur me një mikun tim që e vlerësoj shumë, që merret me çështje sociale. I kam thënë që pse nuk fleti për burrat në televizion. Se mua më pyesin gjithmonë pse flet për gratë, unë e di pse. Duke filluar që për veten time, patjetër që kam ngjarje për kauzat që mbroj, po e di pse është misioni im gratë dhe pse nuk janë burrat. Dhe për shembull ajo që mua një herë e kam diskutuar në një emision, po do doja që një burr ta bënte, që ka kualifikim për ta bërë,
është mënyra se si ne i rrisim djemt dhe burrat. Për shembull, nëse ne i rrisim vajzat jenë barbar dhe ajrushja atje në pritje të këtij burrit dhe pastaj i themi më materialiste, po ajo është rritur nga gjyshja që i thot merre burrin deri në dentist, merre burrin në shtëpi, i shpëtohet etj. Ajo nuk mund të ndërtojë një strukturë tjetër. Ose të mos jetë në pritje, ose të thotë unë do jem e pavarur, se nuk e ka iden fare se çfarë do të thotë pavarësi që ta kërkoj ose ta aspiroj që të ketë atë gjë. Në të njëjtën kohë, ne burrave japim gjithë përgjegjësinë. Duhet ta shpëtoj nga familja e saj, duhet të luftoj me dragojnë, duhet të mbaj familjen e vet, po duhet ta çoj këtë gocën në kështjell, po duhet t'i shtroj banketin kësaj gocës, po duhet t'i blej kësaj gocës whatever. Dhe ti rrit një burr të frustruar që ka vetëm përgjegjësi, nuk ka asnjë moment emocional, nuk ka të drejtë të qaj, nuk ka të drejtë të ndjej, nuk ka të drejtë të ankohet, sepse ai duhet të jetë në funksionin e kësaj përgjegjësie që rrit stimulon agresion, se ti je gjithkohës në trysni dhe në përgjegjësi, do kesh burr agresiv, sepse një njeri që nuk është i lumtur dhe një njeri që nuk kupton emocionet e veta, nuk ka si të jetë i pafrustruar. Dhe presim pastaj që si me magji, këto burrat që i kemi rritur vetë ne dhe i kemi edukuar vetë ne për të shtypur emocionet e tyre dhe për të shërbyer vetëm në si shpëtimtar të grave. Tani kërkojmë të na kuptojnë emocionalisht. Kur ata nuk e kuptojnë dot veten emocionalisht, nuk arrin dot që të hyjnë emocioneve të tua si fillim. Tani vëllezërit grim nuk ishin shqiptar dhe këto pralla nuk i kemi krijuar ne. Unë mendoj që kështu funksionon e gjithë bota dhe vetë natyra e provider do të pyesja ty si e vjen në Shqipëri, ndërkohë e rrit në Amerikë. E ati që mundson çdo gjë për familjen, pak dhe nga pavedia kolektive, është shumë aktive te meshkujt. Tani nëse në Andertalët vrisnin tigrin dhe ja sillnin gëzofin në shtëpi, supozohet tani që duhet të sjellin të mira materiale. Kështu që mua më dhimbsen burrat në thellësi dhe unë do doja shumë që vetë nëna të fillonin që të jepnin një këndvështrim tjetër të funksionit që ato duhet të kenë në shoqëri. Edhe ne pastaj me gjithë të drejtën kërkojmë kuptimin të na kuptojnë emocionalisht, të jenë aty, të jenë të ndjeshtëm, të jenë të butë, po ndërkohë të jenë dhe të fortë dhe seksi dhe të na thonë të më keti mua na japin dhe siguri. Edhe të dyja këto gjëra nuk rrinë bashk dhe gjithë gjëra është kaotike sepse tani po ndryshon mënyra se si gratë perceptojnë gjërat. Dhe unë do doja që dhe djemt ta merrnin ditarën të fillonin që të ishin të ndershëm me mënyrën se si ndjen dhe nëse do thonin që dashuria ime më çau trapin se vetëm kërkon gjëra nga unë ose familja ime më çau trapin se vetëm kërkon gjëra nga unë dhe unë jam po aq njerëzor sa një vajzë dhe sa një grua dhe unë kam frikë dhe dua të më siguroj Ina, Renea, tjetra që do të jetë gruaja ime dhe më do vetëm mua dhe më sheh vetëm mua dhe po është një cikël vicioz ku secili nga ne nëse ka fatin të vetë edukohet shpëton. Nëse nuk ka fatin të vetë edukohet, përveç se është i dëmshëm për komunitetin dhe shumë i shëmtuar në nivel social, ka një vuajtje personale shumë të madhe që është dhe më e keqe se sa i shpifur na duket ne nga jashtë. Mua kjo për këtë më vjen keq. Më thënë, çfarë mendon ti se do ishte balanca perfekte midis këtyre dy gjinive? Në një marrëdhënie flasim. Sharing, të ndarët. Pra, të ndarët nuk është që ti e bën me thikë dhe po mat çdo gjë, se dhe në miqësi ose në marrëdhënie nën vajzë ose dy shoqe, nuk është se ti e mat shoqes tënde sa herë pagoj kafen, apo sa bluza të dha ty ajo, sa bluza i dhe ti etj. Po është a priori merret a priori që ti do t'i ndash gjërat. Dhe unë mendoj që edhe vajzat dhe djemt të pjesën e të ndarit të gjërave duhet të ishte a priori. Patjetër që në një moment të vështirë mund të jetë djali në një moment të vështirë dhe vajza e ndihmon, mund të jetë vajza në një moment të vështirë dhe djali ndihmon. Pra suporti nuk mund të shihet më sepse është bërë dhe suporti më i ndershëm, më i dashur, shihet si interes dhe ka humbur gjithë sensi i përkrajes si të qenurit aty për një njeri. Kështu që besoj duke e marrë a priori që kjo është gjëja jonë, kjo nuk të përket vetëm ty dhe nuk më përket vetëm mua, besoj që gjërat filloj të sistemohen. Ama do shumë punë nga të dyja palët për të kuptuar sepse të dy ndihen çuditshëm me këtë gjë në fillim, derisa të kalojnë në një nivel më të shëndetshëm. Po mendon për shkakun do ishte okay nëse le të themi femra ishte ajo që është providing, pra po bën këtë rolin e mashkullit, dhe mashkulli do ishte ai që do rrinte në shtëpi, do kujdesej për fëmijën. Unë nuk mendoj që është okay për asnjë të jetë pa punë. Okay. Pra unë nuk ndjej, më thot një njeri që unë nuk jam në punë, dhe pse? Po.
nuk mund të konceptohet nga asnjë adult të jesh pa punë. Po. Kështu që e gjitha kjo është gabim. Nuk ka nevojë të ndrosh asnjë rol. Secili njeri ne kemi një rol biologjik ku ne lindim, ato kanë spermatozoidin shumë mirë, kështu e ka dhënë Darwini Zoti kush çfarë rëndësie ka kush, ama pjesa tjetër është njerëzore, nuk ka lidhje fare me gjinin. Dhe nuk ka lidhje, mundet që partneri të ketë një fazë depresive një vit dhe jeti provider. Sepse do ta mbështesësh dhe të jesh aty ose partnerja. S'ka problem. Ama kjo gjë nuk mund të vazhdoj përgjithmonë për asnjë qenie njerëzore, as për motrën, as për vllain, as për maman, dhe as për asnjë marrëdhënie në thelb. Secili duhet të bëjë detyrat e tij për të jetuar sipas rregullave që ka në tokë. Duhet të ushqet ose të ikë në pyll, të mbledhi pemë, fruta, gjëra dhe të hajë, të dhjesi edhe. Edhe natë mirë. Të flej. Çangeli. Po. Se e bëm seriozisht shumë gocë. Ke kap gjë? Faleminderit që më dëgjove me vëmendje. Të dëgjova me shumë vëmendje. Se zakonisht kanë skaletën edhe ti për shkak mund të kesh i përgjigje që mund dalin në një pyetje dhe vazhdon skaleta. Po, që skaleta. Dhe po i shikojmë që po vlerësohen këto njerëz gjithmonë më shumë televizion, po katapultohen. Kështu që të falenderoj shumë, je një moderator e vërtet. Faleminderit. Se më dëgjove dhe ke ngrit pyetje mbi ato që kam thënë. Po përpiqem. Kam akoma shumë për të mësuar, po Ke gjën më të rëndësishme që duhet të ketë një moderator të dëgjojë dhe të nxjerrë pyetje nga ajo që dëgjon. Është kaq e thjeshtë. Jo, më ka ndodhur dhe mua shumë nëpër intervista që unë them një gjë dhe është komplet një pyetje që s'ka lidhje fare, domethënë, po fare dhe i dallon në sy. Dhe të ofendon, po vonë çfarë do këtu. Po i plotsoj kësaj orën se s'ka kënd nxjerrë sot edhe. So bravo të qoftë. Thank you. Ke kapur gjë se s'ma ktheve përgjigje. Çfarë do të thon ke kapur gjë? Ai çun të mirë. Po, si jeni? Kam kap një. Jeni mirë. Po. Sërën e kaluar ishit në kërkim me sa mbaj mendun. Të dy ishim në kërkim. Do të thënë s'kishe ndonjë gjë konkrete. Jo, tani kam një gjë konkrete, kështu që. Okej. Mirë? Po, e kapa, e mbërtheva. Okej. A është Tani dhe kur i them unë do t'i ikësh, nuk do t'i ki vetë, kështu që ka marrë ai procesi që i kapjes. U kapëm më saktë, nuk se e kapa vetëm unë. Domethënë, je lumtur? Yes. Unë sapo e bëra një parantezë të madhe që unë duhet të jem e lumtur, nëse cënohet lumturia ime, pastaj s'ka kuptim që e vërtet. Mendon që i ka ky person? Ke pasur një checklist ti para se të kishe thjesht je hapur kundrejt çfarë të ke kemi ti, nuk është se ke diçka konkrete. Fatmirësisht, edhe nga dalje televizive, pak a shumë meshkujt e din vjen time të kuqe. Okej. Që ka shërbyer për të intimiduar ca, që si duket bëjnë gjërat e mia të vjes kuqe. Dhe ca të tjerë të jenë të zgjuar mjaftueshëm për ta kuptuar se ku është vija ime kuqe. Fatmirësisht, personi që jam tani ndan të njëjtat vija të kuqe me mua, ndan të njëjtat parime morale tjerë dhe nuk kem pasur probleme në përcaktuarit të kufive. Tani në kufi të vogla, teknik, po, vazhdojmë që të vendosim kufin të tjerë, po për gjërat të rëndësishme nuk ishte nevojshme sepse të dy ngjanim në çka konsideronim vit të kuqe dhe ku duhet të vendoseshim kufit. Jam shumë mirë. Gjithmonë unë e vëtheksin nuk është se unë nuk jam e dashuruar ose nuk bie në dashuri. Nuk ka lidhje të biesh në dashuri me dikë dhe të jetë një dashuri e shëndetshme. Personalisht kam zgjedhur gjithmonë dashurinë e shëndetshme dhe të jetë e shëndetshme nuk e bën më pak të zjarrt apo pasionante. Seksualisht jam shumë mirë, jam çdo gjë shumë mirë, por është edhe e shëndetshme dhe kjo është ajo që unë personalisht kërkoj dhe ajo që mua më bën vërtet të lumtur, jo të lumtur në atë momentin e gjuajtjes apo. E kuptoj. Ndodhi natyralisht apo mendon që kishte pak sforca në fillim për të krijuar diçka bashkë? Jo, çdo gjë ka ndodhur shumë e natyrshme. Madje edhe procesi i të bërit bashkë ka zgjatur një 7 muaj. Okej. Shumë organike. Mendon që një lidhje e duhur ose e shëndetshme në thonjza duhet të ndodhi shumë organikisht? Jo, në fakt nuk mendoj që ka një formulë. Unë mendoj që në shumicën e rasteve you know he's the one ose she's the one. Për shembull, mënyra se si partneri më përshkruan, ka thënë që kur të kam parë për të parë,
e kam ditë, kam thënë kjo det gruaja ime. Kjo unë e kam quar këtë, ama nuk mendoj që të gjithë e kanë shumë të qartë. Po, sepse në momentin që ti nuk e ke takuar të durin, nuk ke si ta kesh shumë të qartë. Jo, shikon. Kështu që nëse nuk e ke shumë të qartë për momentin, Rene, he's not the one, është ka që thjesht. Ti maj edhe 2-3 vjet, 5 vjet. Po. Jo, shiko, unë me timen unë e kam të qartë që dua. Puna është s'po takoj dikoj që ka këto gjërat që unë dua, nëse me që u kape me këtë, nuk e kisha shumë. Jo, dëgjoj, unë mendoj që e pra ti je shumë e re. Po. Dhe full of life, dhe më pëlqen shumë kjo gjë aty. Dhe ti akoma duke ndërtuar në opinionin tim ashtu si unë në moshën tënde, pra nuk po të gjykoj ty për ty, po pjesën e moshës më shumë. Mu në moshën tënde kam qenë edhe më mos kokçarse, edhe më revolucionare etj. Dhe çdo gjë vjen në kohën e dur dhe mendoj që dhe ajo që ti do, dhe ajo që ti kërkon fillon dhe shndrohet. Nuk është asnjëherë, ja, shiko, unë gjithë ke unë, të thash që do më donte. No, është comfortable me ty, se nuk afrohet shumë zakonisht. It's okay. Kur më duan dhe macet, si mund të mos u duan që një të Ti ke mace më duket. Unë kam qenë, partneri im ka mace, dhe mace ati më ka pranuar shumë shpejt dhe tani flet e këmbët e mia. Super. Dje po më lëpinte hundën, po më lëpinte faqet, më lëpiu në ball dhe më futi dhe një të kafshuar. E mirë, është dashuri. Isha kështu ti e pe e pash, pse më kafshoj të do, po si më do. Që janë kështu si të rralla ato, të lëpirat e maces. Unë i dua kafshët e po të thoja, se nuk më iku. Je shumë e re, je duke bërë gjën e dur, gjën që të pëlqen, nuk eksploruar veten dhe vazhdo bëje. Dhe të vi vet ai momenti që ti do shndrosh dhe atë që do, ama në çdo moshë nga adoleshenca, dhe adoleshentët mendojnë që e din mirë ç'a duan. Ne gjithmonë do ta dim se ç'a duam dhe ç'a na kemi nevojë për momentin, por ashtu si jeta asnjë gjë nuk është e përjetshme, kështu që mos merr asnjë gjë nëse do t'jepja një këshill. Si unë e di se ç'a dua për pjesën tjetër të jetës time që më kanë ngelur. Paktën nga një njerëz që edhe profesionet i ndron çdo 2 vjet. E kuptoj. Liria është më e rëndësishme. Okej. Unë mendoj që e shumë e zgjuar, edhe faleminderit që ndave gjithë këto gjëra, se të dëgjoj me kënaqësi realisht, nuk ma lodh trurin, ma stimulon. Edhe faleminderit që erdhe, se i ngrit edhe vlera podcastit. Po leje. Po erdha. Edhe that's it. Mendoj që kaq. Ju njerëz, unë do ta plotësoj këtë, do t'i çoj po pata në pyetje në një gjë. Të gjitha. Okej, do ta japë atë lapsin pastaj se dua një firmë, po s'kam pse ta bëj para kamerës të punë. Edhe sukses edhe për emisionin. E di që u bë ca kohë, po ne tani u takuam, kështu që mua më bëhet shumë qefi kur pash që ti po dilje me podcast. Thash, okay, tani Rene ka kuptuar se si duhet të funksionojë në Shqipëri. Dhe nëse ti ke kuptuar në Shqipëri që nuk duhet të vësh në dyshim atë që ti je, dhe nuk duhet të bësh kompromise për të marrë ca minuta televizive, për mua ti do jesh një personazh që do të jetë gjatë. Pjesa tjetër që bën kompromise për disa minuta televizive janë shumë përkohshëm, kështu që kjo ishte një nga vendimet për mua më të mira që ti ke marrë për jetën tënde. Jam shumë e sigurt që do jetë shumë i suksesshëm, edhe nëse shndrohet, edhe nëse ti do gjesh rrugën tënde. Unë jam shumë e lumtur dhe më pëlqen shumë emisioni dhe për çdo gjë, anything you need, ti di që jam këtu. Okay. Thank you. Fuck you guys. I'm sorry, I have to. It's okay. Po unë pra mendoj se po bëshim një zemër.